Megjithëse rreshjet e shiut janë ndërprerë prej më shumë se 24 orësh, hidrocentrali i Vau të Deez vazhdon të shkarkojë ujërat e tepërta duke mbajtur të përmbytura disa mijëra hektar tokë bujqësore në zonën e Nënshkodrës. Sipas shtabit të emergjencave civile, në komunat e Nënshkodrës sot gjenden të përmbytura rreth 3200 hektar tokë bujqësore, ndërsa rreth 400 banesa janë me prani të ujit. Për shkak të nivelit të lartë të ujrave janë bërë të pakalueshme edhe rrugët automobilistike që shkojnë drejt komunës Velipoj dhe Dajq, si dhe fshati Obot në komunën Ana Amalit. Është ora 12 e ditës së sotme dhe fshati Obot vazhdon të jetë i izoluar nga ujrat, ndërkohë që në komunën e Anës së Malit disa qindra hektar tokë vazhdojnë të jenë të përmbytura. Unë sa kam marrë prej Obotit, gjendja në shtëpinë time është boll keq. Na jena përmbyt godi si në 2010-ën. Edhe me sera, me tonë gjonet me ushqim baktishe, me të tonën në kanë shku për real. Sipas banorëve të komunës Ana Amalit, përmbytjet e këtij viti po shkaktojnë dëme më të mëdha në bujqësi, pasi është koha që kanë mbjellë tokat dhe serat e tyre. Jam banor i fshatit Obot. Ka 3 ditë që jena përmbyt. Nuk është një ngjarje që na kanë rrollë për herë parë sot, ne na mësuam me këto probleme. Po shqetësimi është që na mytena premtojmë, na thojnë, edhe kur vjen puna s'marrim asgjë. Thuhet që sot është përmbytje jo në ata masë që ka qenë 2010-ën. Sot përmbytja është shumë më rrezikshme se atë vjet. Në afërsi të rrugës automobilistike që shkon drejt fshatit Oblik, fermerët e zonës, ashtu si çdo vit, kanë ringritur një numër serash prej plasmasi, të cilat i kanë mbjellë me perime të stinës. Por vërshimi i papritur i ujrave i ka përmbytur, duke shkaktuar edhe këtë vit dëme të mëdha. Këtu ka bën damball besimorosh. Aty ka gaush, beshtoj me fjalë. Mullatorta, ata tjerë të nëjna, mullatorta, dam kanë shku, që hasulli, komplet dërë atje është i metën, atje prep, kretë kja zonë, me një fjallë, Ana Amalit, është bo me kjo tamam në 5 zezë. Për kryetarin e komunës së Anës së Malit, Gjevdet Mollzën, situata është e vështirë pasi në ditën e 3 të përmbytjeve në këtë komunë gjenden në ujë 1400 hektar tokë bujqësore. Edhe pse ishte përmbytja më e madhe e viteve 2010, si mjet dëmet bujqësi janë më të mëdha. Janë rreth 1400 hektar tokë në komunën e Ana Amalit që janë të përmbytur. Rreth 4.5 hektar serë, rreth 30 hektar bim pemë dekorative. Edhe fshati Gorisave është i bllokuar totalisht. Kemi 10 shtëpi në fshatin Morician në Kurtaliaj, të sikojnë prezent ujin, dhe kemi 10 shtëpi në fshatin Oblik. Një ditë më parë, emergjencat civile njoftuan për evakuimin e përkohshëm të 110 familjeve, ndërkohë që gjatë paraditës së sotme janë evakuar edhe 10 familje të tjera nga zonat e rrezikuara. Për Zërin e Amerikës, nga fshati Obot, Pëllumsulo.